Java ndërgjegjësimit për shëndetin mendor rikujton sfidat aktuale dhe identifikimin e mundësive për përmirësimin e shërbimeve të shëndetit mendor në vend. Për problemet të shëndetit mendor, foli shefi i Departamentit të Psikiatrisë në Spitalin Isa Kresta në Gjakov, Dr. Zev Komani. Kur themi problemet të shëndetit mendor, njerëzit mendojnë që janë që të gjithë të smuar psiqik. Po ne duhet të jemi të vetëdijshëm se shëndeti mendor kur çrregullohet nuk është vetëm në momentet kur ekziston një psikozë apo një shizofreni, por shëndeti mendor ka shumë është multidisciplinar, domethënë vetë mirëqenia emocionale, psiqike e njeriu nëse është i çrregulluar, atë shëndeti mendor është i çrregulluar. Doktori Kumani tregoi që sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë afër 1 miliard njerëz vuajnë nga problemet të shëndetit mendor, për të cilët ai e ka një apel. Apeloj tek të gjithë qytetarët që çrregullimet sa do të vogla që kanë ndonjë çrregullim ankthi, çrregullime gjumit, pagjumësi, që të lajmërohen tek institucionet e shëndetit mendor, gjithsesi tek profesionistët e shëndetit mendor, që ta marrin ndihmën. Personat që ndjejnë simptomat të lehta të çrregullimit mendor duhet menjëherë që të drejtohen këtyre institucioneve që t'u shmangin çrregullimeve më të rënda mendore.